Junta ushtarake e Myanmarit vijon sulmet ajrore dhe bombardimet e artillerisë dhe pas tërmetit shkatrimtar që goditi vendin më 28 mars, duke shkaktuar mijëra viktima. Lëkundja e fuqishme me magnitudë 7.7 pati epiqendër në një rajon të përfshirë prej vitesh nga lufta civile pas grushtit të shtetit të vitit 2021. Sipas burimeve vendase dhe mediave të huaja, junta nuk ka ndalur ofensivën ndaj grupeve të armatosura opozitare, pavarësisht katastrofës natyrore. Ndërkohë, junta i është drejtuar komunitetit ndërkombëtar për ndihmë, por nuk ka gjasa të fitojë mbështetje nga qytetarët për shkak të represionit të vazhdueshëm. Forcat ushtarake kanë vendosur një orar policor që ndalon lëvizjen pas orës 22, duke penguar kështu operacionet e kërkimit dhe shpëtimit. Studiuesi të drejtave të njerëzit, Manny Maung, e ka cilësuar këtë vendim si skandaloz, duke theksuar se situata përkeqëson edhe më shumë vuajtjet e civilëve në këto zona të goditura nga tërmeti. Ndërsa situata mbetet teje të rënduar, komunitetin ndërkombëtar dhe organizatat humanitare kanë nisur të apelojnë për ndërprerjen e ofensivës ushtarake dhe për qëndrimin e burimeve në ndihmën e të prekurve nga tërmeti.